Deputetja dhe kandidatja PS-s në qarkun e Shkodrës Eduna Bilali ka vijuar takimet me bizneset të qytetit. Ajo është ndalur në një biznes të konservimit të frutaperimeve që operon në Shkodër prej vitesh. Gjatë bashkëbisedimit me punonjësit, Bilali vuri theksin tek rëndësia e një vote masive për PS-n me 11 maj, pasi sa më shumë zëra në parlament, aq më shumë vëmendje do të ketë ndaj Shkodrës. Politika është mjet i cili duhet shfrytzuar për me përmirësu diçka. Dhe si shkodran, këtë na e bajmë për ditë, e bajmë funksione të ndryshme, por me që është kjo mundësi, pse jo për me vazhdu me përcjellë edhe më shumë zanin tuaj në sallën më të rëndësishme edhe përfaqësuese të qytetarëve të qarkut e të qytetit Shkodrës. Sa më shumë zana rezonojnë e kërkojnë edhe përfaqësojnë diçka edhe me modelin e tyne, aq më shpejt ne arrim me zvoglu këtë boshllëkun që është kriju në vitin Shkodër. Mjafton me pa çfarë është bë për 2 vjet, se si për me kuptuar rëndësinë, sa rëndësishme është që qeveria qendrore dhe ajo lokale me kanë në të njëjtin linjë dhe me menduar në fund të ditës për zhvillimin e qytetarëve të Shkodrës, sepse çdo rrugë, çdo gur përmirësojnë imazhin e qytetit. Përmirësimi i imazhit të qytetit është më shumë ekonomi për qytetin. Eduna Bilali vjen në këtë garë pas një mandati 4 vjeçar si deputete e qarkut të Shkodrës, ku ka qenë pjesë e shumë iniciativave, por edhe si zë i Shkodrës në parlamentin shqiptar.